Lumi i Drin e qytetin e Lezhës është i ndotur masivisht. Ujërat e zeza të qytetit vijojnë të derdhën në të, ndërsa brigjet e lumit janë kthyer në një vend depozitimi mbetjesh. Mbetjet në brigjet e lumit Drin krijojnë një pamje as pak të përshtatshme, pasi qyteti i Lezhës njihet si një zonë turistike dhe kjo situatë mund edhe t'i largojë këta të fundit. Janë vetë qytetarët që në mënyrë të papërgjithshme hedhin çdo ditë mbeturina në të dyja anet e lumit që përshkrojnë qytetin historik të Lezhës. Rënja e ndjeshme e nivelit të ujit, si pasojë e moslëshimit të ujit nga hidrocentralet, ka bërë që kjo problematik të jetë edhe më evidente, pasi mbeturinat kanë dalë në sipërfaqe. Edhe lëvizja e qytetarëve përgjatë shëtitores është reduktuar ndjeshëm për shkak të erës së rëndë që është krijuar nga niveli i lartë i ndotjes. Situata krijuar vlerësohet si tejet problematike nga ekspertët e mjedisit, pasi shpesh herë e kanë quajtur lumin Drin një lum të vdekur.